Një prej gjanave po mjetët apo faktorët që e bën njeriu të qetë të rahat është dhikri përmendja Allahut. Duke përmend Allahun, robi thuhet, tash po e them në formën figurativisht, thuhet se dhikri është sikur sa i plaku që e shen një fëmijë që është trazuar, ka kap frika, edhe janë gjithaj plaka se fëmijë taf, e kap edhe fut në rsetot, e mban një gjysore një orë. Sa më shumë që e mban, ky fillon me ujk, frika, fobia, panika, edhe sikur se i vjen me përgdhel qetësohet. Robi që ka nuk është rahatshëm, ka trazira. Kur fillon me përmend Allahut dhikrin, sikur se shpirtit i vjen dhikri, u e qetëson dhe rahaton. A ka argument dhe fakt po? Ka thënë Allah në Kur'an, "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Dini mirë se duke përmend Allahun stabilizohen zemrat, rahaton zemrat, relakson zemrat. Bile Allah i madhruar gjithë adhurimet i ka bën me vetmin qëllim për ta përmend Allahun. Aqimus salata li dhikri. Ka thënë Allah në Kur'an, ajeti është kështu: "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri." Dijeni mirë dhe s'ka dyshim se unë jam Allahu i vetmi që meritoj të adhurohem, andaj më adhuroni mua edhe falni namaz për të më përmendur. E pas ka bë legjitim Zoti namazin për me përmend. Është shumë saktë. Mos me qenë namazin e s'na kujtohet kur Allahu. Po morni abdes, Allahu akbar, falme, i kujtohet ajreti, kujtohet Allahu. Se përndryshe jeta, dinamika jetës ti shkëput për ajretit për Allahut. Sidomos në kohën tonë aktuale, bashkëkohore, ka marrë për masat noja jeta dinamike, jetë nuk e kujtohet as Allahu, as vetja. Po shqyqër që Allah ka bë 5 ditë që Zoti me urtësinë e tij absolute dhe sublime, e di se 5 ditë du me bë terapi robi që me bë një balans.